Kanë kaluar më shumë se 3 orë që kur një pjesë e fabrikës së dyshekëve Komodita Home këtu në Gjakob është përfshirë nga flakët. Siç po shihet në pamje, flakët e përmasave të mëdha janë lokalizuar, megjithse një pjesë e konsiderueshme e objektit është duke u djegur momentalisht. Ekipet e zjarrfiksëve janë duke tentuar ta fikin zjarrin tërësisht, ndërkohë janë asistuar nga 5 njësi të zjarrfiksëve, të cilët janë nga qyteti i Deçanit, i Unikut dhe nga qyteti i Pejes. Deri me tani nuk është raportuar për të lënduar sipas policisë së Kosovës, edhe pse në kohën kur ka shpërthyer zjarri rreth orës 4:50 të pasdites, brenda kësaj hapësire ka pasur punëtor duke punuar. Sidoqoftë për detaje të tjera, do të ndjekim deklaratën e majorit të policisë Milazim Lumi dhe komandantit të zjarrfiksëve këtu në Gjakob. Policia sapo ka marrë informacionin për shpërthim zjarri këtu në fabrikën Komodita në Gjakob. I ka marrë gjitha veprimet fillimisht për evakuimin e gjithë punëtorëve dhe personave që kanë qenë brenda fabrikës, dhe me pastaj do të është angazhuar njësitë e zjarrfiksëve të Gjakovës, ndërkohë kanë kërkuar ndihmë, kanë ardhur nga Peja, Deçani, Uniku, Raveci dhe Prizreni, dhe KRU Radonici është me cisternët e veta, po ashtu kemi kërkuar ndihmë edhe nga FSK-ja, të cilët pritet vinë. Zjarri për momentin ende është duke vazhduar, mirë po rreziku i madh për shpërthime eventuale të ndonjë kemikali apo cisternat apo bombolat të cilat ekzistojnë brenda fabrikës për momentin e evitu. Pasoja e njerëz nuk kemi, kështu që për pasoja tjera dhe për lokalizim zjarrit ende procesi është duke vazhduar. Pra gjatë kohës kur ka shpërthyer zjarri në fabrikë ka pasur punëtor? Ka pasur punëtor, dhe të gjithë janë largu me kohë, edhe nga vetë stafi i Komoditës, dhe për momentin nuk kemi asnjë problem për jetët e njerëzve, çdo gjë është duke shkuar edhe operacionet të shkuar në mënyrë të kontrolluar nga policia dhe zjarrfiksët e Kosovës. Po çfarë materialesh kësaj bëhet fjalë që janë duke u djegur në fabrikë? Po kjo është fabrikë e cila është me zakonisht prodhon sungjer, dhe ka kemikate të ndryshme dhe prodhime të ndryshme, depo të mëdha. Fabrika ka një sipërfaqe, mund me thonë që ndoshta ka 10.000 metrësh të katror sipas pronarëve, dhe ma të tjetë do të bëhet ato vlerësime si nga ana policisë, si nga ana kompanisë. Situata momentalisht është e qetë dhe kemi mrinë që ta lokalizojmë gjyshen e objektit. Kështu që situata është e qetë, gjysha e objektit është e lokalizuar, domethënë vetet edhe pak punë, kështu që gjithçka është në përfundim. U përmend që gjithashtu është dashur edhe ndihma e ekipeve të tjera. Kush ka ardhur në ndihmë? Ndihmë kanë pas pianistin Pejen, Deçanin, Unikin, Ravetin, Prizrenin. Kështu që i falenderoj të gjitha njësitë që na kanë dhënë mbështetje. So ka qenë i vështirë operacioni i zjarrfikës? Operacioni ka qenë bukur i vështirë, arsyeja që janë sungjera, domethënë jetë kemikale që janë asaj, po megjithatë kemi arritur që ta lokalizojmë gjysmën e lokalit.